30 vite jo rastisht shkum ndaj privatës. E para se ishim e zëvëruar dhe te ngop me kolektive, por dhe që u sponsorizu shumë ideja prej shtetit, idejas si privatës, si kultit të privatës. Që zbulu pas 35 vitesh, është se zbuluam që për shkak të këtij dedikimi, as se kemi siguru do të privatën tonë plotësisht, sepse pothuajse gjithë titujt e pronësisë nuk janë të sigurt, sepse shteti ka dhënë drejt vetes në çdo rast të ri negociojë si të paplota, por po aq është pa konsideruar për asetet publike. Ka autorë që flasin për shtet privat sot, si koncept. Pra, kur shteti vjen në dispozicion jo të privatës si koncept neoliberal, që është kjo ideja që të reduktohet shteti, që tregu të rregullojnë më shumë etj. Jo, është kur shteti kthehet në shërbim të klientelës së vet, që është ngushësisht e lidhur me elitën politike që do riprodhojnë vetveten. Dy treguesit kryesorë që një regjim është në kolaps, është kur mesazhi i folësit kryesor të asaj partie të qeverisë bëhet qesharak dhe kur gjua mbushet marrëmiq. Do thotë se është fundi diskursiv. Gjatë kohës që po vija për në studio, u kujtova që ka qenë bëhet fiks, pothuajse fiks një vit, ndoshta një vit pa një muaj nga episodi që kemi regjistruar bashkë, ka qenë, në mos gaboj, ka qenë në korrik, fund qershori ose fillim korriku, ku diskutuam për ligjin, si e përjetojnë ligjin shqiptarët, si dhuna apo si drejtësi. Dhe në atë kohë ishte rasti i përplasjeve në theth që sapo kishte nisur, që lidhej me pronat, dhe ku shteti u shfaq si një lloj force dhe një lloj presioni ndaj qytetarëve. Një vit më pas, po flasim për një protestë shumë më masive se sa protestat ose përplasjet që ndodhen në theth, po që përfshin disa prej të njëjtave probleme, domethënë çështjen e pronave, brutalitetin dhe arrogancën e shtetit, dhunën, dhe para se të fillim të flasim për protestën aktuale më në thellësi, dua të pyes, a sheh një fije që i lidh këto, domethënë i bashkon, domethënë përplasjet që ndodhen vjet në theth dhe këtë protestë që po ndodh sot, domethënë a është një lloj kulmimi? Po. Është një kulmim në dy drejtime. Po. Drejtimi i parë është që sidomos vitin e fundit, shteti ka shtuar një marsh të abuzimit me ligjin, në emër të ligjit. Dhe ka shtuar marshën e shpronësimit të njerëzve në emër të investimeve apo në emër të turizmit, në rastin e thethit. Dhe shpronësimi shpeshherë debati sot është fokusuar më shumë tek shpronësimi ose mosnjoja e pasurive publike, që është rasti i paqes natyrore dhe i Zvërnecit, por krahas tyre njerëzit janë po as të ndjeshëm ose shumë të ndjeshëm për pronën private. Rasti i thethit është rast flagrant dhe hileqar, i luajtur nga shteti. Pse? Sepse rasti i thethit është një premtim i kryeministit për të legalizuar pronat e asaj zone, dhe film rapa heqë dorë për këtij premtimi. Dhe kjo shkaktoi revolt, sepse nuk ishte vetëm përdorimi i shtetit në mënyrë spektakolare për dëshmu forcën pikërisht në theth, por ishte njëkohësisht edhe manipulimi që ishte bërë para zgjedhjeve, ishte një zbulim që këtu merren votat me një premtime të rreme, merret forca e autoritetit dhe të shtetit, pra zaptohet shteti, e pastaj shteti sillet sikur po kthen legitimitetin, po nuk mund të harrohet kaq lehtë për njerëzit që kryeministri ka premtuar individualisht me zë me figurë në theth që hajde investojnë se nuk ka problem me legalizimin. Dhe këtë ja kanë thënë njerëzit atëherë. Pra, është pabesia se si shteti përdoret. Dhe kur kemi folur atë për ligjin, është pikërisht ky momenti i tejkalimit të ligjit ose i zaptimit të hapësirës së ligjit. Prej atëherë, e deri më sot, për shembull, rast shumë poetik, por dëshmues, është rasti i Rigonit të zonjës në Sarandë, e cila i kërkohej të sillte faturë se nga kush e ka bler Rigonin, që ishte mbledh në hapësirë publike, pra dhe ideja është në male, në pyje, në kullota, ku rritet Rigoni. Dhe ditë kush e mbledh Rigonin, mbledh njerëz që kanë pak burime për të jetuar dhe kanë atë hapësirë që e kanë konsideruar si të vetën ose të përbashkët, e kanë marrë dhe sjellën e shesin. Pra, dhe tani shkoi ekstremi deri aty sa shteti do të thoshte se ne edhe Rigonin edhe jetën, do të thënë kultivimin e barave të egra do ta fusin brenda sferës së ligjit. Po një egzagerim në krahun tjetër.
Vim të Zvërneci. Para Zvërnecit po ndodhte intensivisht çështja e Rjollit, Rjolli. Paralelisht me Rjollin, prej vitesh në Shqipëri, pra më shumë se një dekadë, ka nisë çështja e shpronësimit faktik të njerëzve me marrjen e lumeve në lugina të vogla, por që janë krejt jetike dhe janë diku 720 leje koncesionare dhënë nga shteti shqiptar, diku 240 dhënë kohën e kur qeverisë të Partia Demokratike dhe 400 sa tjera dhënë leje në kohën e Partisë Socialiste, kur në Partia Socialiste kishte premtuar krejt kundërtën, siç kishte premtuar krejt kundërtën siç u përballet për rastin e armëve kimike. Po rrim të kjo linja e pronësisë dhe e përkatësisë. Tani çfarë do të thotë marrja e lumeve? Marrja e lumeve ndodh në radhë parë në zonat mbrojtura, në shumicën e rasteve. Pra shkelet vetë ligji shtetëror. Në radhë dytë, marrja e ujit nuk ndodh sipas kritereve që duhet që sipas ligjit shtetëror të lihet masa ekologjike. Pra jeta mos të preket në luginë. Pra pavarësisht se ndërtohet hidrocentrali, është kusht kontraktor që të lihet masa ekologjike. Kjo nuk ndodh dhe banorët, për shembull, të Zallë Gjoçaj, që janë në rrethin e Matit, kanë 7 vite që protestojnë dhe janë në pranishëm në shesh çdo ditë dhe faktojnë që kontrata nuk është zbatuar në atë. As kur është ndërtuar ideja, është kel ligji për zonat e mbrojtura, ka ndryshuar harta enkas e zonat e mbrojtura, siç është rasti i Zvërnecit, dhe sot atë them bëm dëshmitar për shkak të punës që kam bërë 7 vite aty si studiues, dhe jam duke ndjekur atë rast, nuk ka ujë fare në luginë. Pra, a besonin se në fshatet e Zallë Gjoçaj që janë diku më shumë se 10, njerëzit marrin ujë për baktit larg fshatit të tyre dhe është tha. Pra, Butrinti është rast spektakolar. Në manastir, që është debati i madh publik, nuk po e nënvizojnë. Po ke tjetër probleme në Palas, ke Lukov, ke Ndërmi, që është aty ku është zona më e bukur, ku janë zonat më të bukura, janë zonat mbrojtura, po aty ku janë zonat mbrojtura, që duhet mbroheshin, është dhe sulmi më i madh për të përvetësuar nga investitor strategjik apo nga ata që përka shteti. E thënë kjo, kur vim të Zvërneci, ka kohë që drejt për drejt një nga shqetësimet kryesore që ndjejnë qytetarët e Shqipërisë dhe thojnë rregullisht në fjalët që mbajnë në shesh, është pasiguria, pra nuk kanë garanci që ju mbrohet as prona private dhe as prona publike, Të prona publike, shteti kërkon të sillet në mënyrë sikur i përket vetëm atij, por në fakt shteti është në mbrojtje të pronës publike, jo përjashtues për komunitetet për rreth. Një nga gjërat që ndoshta i dallon me rastet e mëparshme dhe me thethin është dhe kjo përdorimi i sigurisë private, i forcave private të sigurisë. Duket sikur janë në vijën e parë të betejës të përjashtimit të njerëzve, ndërkohë që shteti sa vjen dhe tërhiqet më pas, domethënë bëhet gjithmonë më pasiv. Nuk e di çfarë na tregon kjo, domethënë mos po shohim një lloj outsourcing të bindjes dhe forcës tek privati. Kjo që kemi pa vizualisht në Zvërnec, thuhej vazhdimisht për njerëzve në gjithë këto raste që zhurangoj. Pra ekziston një forcë e kompanive private që i kërcënonin gjatë natës, gjatë ditës apo në mënyrë jo publike. Tani aty shfaqen publikisht. Është rasti. Dhe rasti i Zvërnecit bëhet prandaj një prej shkaqeve të qartësisë që ka me abuzivitetin. Çfarë duhet të them me këtë? Qartësia del hapur të ndërtimi të gardhimi, pra ndërtimi gjithë atij gardhi si formë pushtimi për shtetit, që pastaj u tha do ishte për me bën një studim para praksit thosh për projektin. Po në fakt ajo ndodh, nuk ka nevojë të bësh një gardh të tillë për të ndaluar çfarë. Zogjt bakti që të kalojnë, pse e bën atë? Po e lëm këtë paradoksin e interpretimit që ndodhi pas, që u gjet qeveria dhe kryeministri dhe shteti u gjetën pa përgatitur për reagimit. Dhe ndarja, do të thënë rrethim, ishin banorët e njëjën krah, ishte policia e shtetit që përfaqëson autoritetin për të ushtruar forcë në mënyrë të ligjshme, pas konceptimit weberian, po them. Dhe legjitime, forcë legjitime.
Tani shfaqet policia private, e cila është përfol gjithmonë që ata janë dora e hekur që lejohen prej shtetit, sepse ata janë policia në shërbim të folëve apo të oligarkut apo të krimit organizuar, pra gjithmonë kanë ekzistuar këto akuza për njerëzve. Kanë qenë dhe në ato raste, domethënë dhe vjet në rastin e Thethit ose në raste të tjera. Në rastin e Thethit është shfaq më shumë shteti me agresivitet për hiç vërtetës. Por ka pas gjithmonë shqetësime që këtu të fortë shfaqen se investitor potencial të ardhmen. Rastin e Zallxhoçeve e kanë vazhdimisht shqetësim. Dhe gjithë lumeve që jepen me koncesion, shfaqen investitorë enigmatik dhe pastaj shfaqen të fortët që nuk zihen lehtë në shikimin e shtetit ose të filmohen, por u tregoj raste kur për shembull, jo vetëm këto raste që janë publike, por kam intervistuar njerëz kur tregojnë që janë arrestuar në xhami në 5 mëngjesit nga policia, pra shteti është sjell ka thy kodin e lutjes që nuk është thyer ndonjëherë veç se kur është ndaluar besimi fetar. Kanë marrë, nuk e kam drejtën të them publikisht, por në të ardhmen mund të them edhe publikisht se ku ka ndodhur që në orën 5 mëngjesit janë arrestuar banorët e një fshati vetëm se ka kundërshtuar ndërtimin e një heci diku mes Dibrës dhe Kukës. Dhe këtë e gjën në gjithë tregimin, po themi, jashtë kamës ose off record. Aty u shfaq publikisht. Dhe u shfaq duke të heqë zvarr, ashtu siç njerëzit kishin thënë që ne vazhdimisht gjendemi para kësaj situate dhe u qartësu. Pra njerëzit e pan këtë lloj situate. Ndodhi edhe qartësimi i dytë në Zvërnec. Ndodhi që opozita nuk e përkrahu, si thua, nuk e kundërshtoi investimin. Kundërzi u ngutën se ta thonë që ne jemi pro këtij investimi, veç se do kishim bërë më ndryshe ose ne kishim ofruar të parë. Dhe kjo është një qartësi publike që në fund ditës pra ne që kemi para disa njerëzve që kanë të njëjtat modalitetet qeverimit, veç se kur ta kenë radhën dhe secili zgjedh klientët e vet për të fuqizuar më shumë si parti. Dhe këtu ka, si thosh, edhe shqetësimi im që e kam ngritur disa herë, çështjen e shtetit të zaptuar apo të pushtuar, se nuk e kam metaforë. Është momenti kur vërtet shteti përdoret nga forcat politike për të fuqizuar vet edhe për ta zaptuar shtetin vet si prej. Edhe njëri në anë shoqëri për ta nënshtruar siç tentuan në rastin e Zvërnecit, edhe nëpërmjet partisë për ta nënshtruar shtetin, për ta kthyer në funksion të vetvetes të partisë, të klientit apo të oligarkut apo klientelës në përgjithësi në shoqëri. Dhe kjo është qartësuar, domethënë, pavarësisht emërtimeve që i vëm. Unë përdor shteti pushtues ose i uzurpuar ose dhe mund ta argumentoj teorikisht sepse më duket kështu, po nuk ka shumë rëndësi teoria në këtë rast, është eksperjenca. Njerëzit bashkëndajnë të njëjtën eksperiencë përkundër shtetit. Dua të qëndroj pak te kjo pjesa e përdorimit të forcave private të sigurisë, domethënë është dhe një lloj mënyre që shteti të shmang përgjegjësinë e tij duke lejuar aktorët privat të ndërmarrin veprime, dhe janë veprime që ndoshta po t'i bënte policia e shtetit do kishin një kosto politike për institucionet dhe për qeverinë. Jo, përkundërzi. Po ta bënte forcën, po ta bënte këtë ushtim force që bëri forca private në Zvërnec, do kishte reagim të fortë, por prapë do ishte si thua ndarja mes ligjit dhe edhe teprimit të ushtimit ligjit me forcë, do ndërtoj një narrativ shtetëror, do thuaj qeveritare. Do ndërtoj që kështu ndodh kudo. Kur kalohet saku, investitorët do mbrohen, investimet do mbrojmë, se do mbrojmë modelin e zhvillimit, siç po tentojnë ta ringrejnë. Por nuk heci fabula në këtë rast. Sepse policia jo vetëm që nuk ndërhyri, po u dëshmu që është komplet në dispozicion dhe ishte e not realizuar. Pra, ishte imazhi më i keq që mund shfaqte policia në atë rast, sepse vetëm ajo kishte autoritetin me ndërhyrje mes dy palëve, nëse ndodhi konflikti. Por narrativa shtetërore, qeveritare, u plasërit pikërisht për këtë arsye. Sepse çfarë themi që është një shtet i zaptuar, ku shteti kthehet në çështje private. Ka autorë që flasin për shtet privat sot, si koncept. Pra, kur shteti vjen në dispozicion jo të privatës si koncept neoliberal, që është kjo ideja që të reduktohet shteti, që tregu të rregullojnë më shumë etj. Jo. Është kur shteti kthehet në shërbim të klientelës së vet, që është ngushësisht e lidhur me elitën politike që do të prodhojnë vetveten. Edhe kur kjo i bëhet, aty ishte shumë ishte shumë e kthjellët që forca që ushtruan shprehte edhe garancinë që askush s'mund t'i prek dot, se nuk mund të ndodhen në sy të policit ashtu.
Tani ajo ka qenë vetëm ajo si thush piknisja dhe njerëzit e kanë pa vizualisht ato që u ka ndodhur shumë kujt në jetën e përditshme. Dhe nuk është egzagerim, unë e kam edhe nga eksperjenca etnografike që kam ushtruar në Shqipëri. Kam me qindra raste që njerëzit kanë dëshmuar raste të ngjashme që janë gjendur para kësaj kanosje ose para këtij fakti të kryer. Unë nga sa ju kam një ndjek në rrjetet sociale, kam parë që i keni mbështetur publikisht, domethënë këto protesta. Nuk e di çfarë bëri këtë moment kaq të rëndësishëm që të merrnit një pozicion publik. Disa nga arsyet e para punës është kur e shef shoqërinë që paragon dhe e shikon ti, domethënë unë në këtë rast, kam pas dyshim që do ta gjem ndonjëherë forcën për të reaguar publikisht, tashmë, sepse po shikoja efektet e shtetit që ushtues, po themi, që po e zotronte, po nënshtronte shoqërinë dhe njerëzit kishin gjetur kryesisht zgjidhje për t'u larguar prej shoqërisë. Atëherë mendoj se janë disa momente në histori ku e ke për detyrë si obligim moral të bëhesh krah. Një lëvizje. Dhe nuk e ke të drejtën kur po ndodh lëvizja që të hezitosh, sepse nëse nuk përkrah tani, ne mund të arrujmë komoditetin e studiuesit të tri, si me thënë, ta shoh si fenomen social dhe të bëjë analiza, por mendoj se jemi në një situatë ku marrin dy krah. Nëse e përkrahim të lëvizje, mund të plotësojmë plotësisht kushtet e asaj që është aspirat për që në revolucion. Pra, ja shes shumë shpejt potencialin social. Çdo do thotë revolucion, sepse vetë kjo lëvizje na ka fut me rishiku dhe termat, dhe të zhgimin tonë të termave. Pra, për mua temi revolucion ka qenë relativisht i rëndë, sepse lidhet me revolucionin permanent të Partisë Punës. Dhe po ta vesh reni, nuk e kemi përdorur si koncept për vitet 90. E kemi evitu. Ose kemi konstatuar që nuk ishte revolucion i plot, ose kemi dashur ta evitojmë si term, si ishim të tej ngopur, sepse ishte shpërdoruar si term. Plus dhe kritikës konservatore me drejt që revolucionet shpeshherë mund të bëhen shkak për vazhdimsi të padrejtësive dhe ushtimit të fashizmave pas revolucionit. Rasti konkret nuk dua ta romantizoj, por ka disa tipare të cilat me një zgjuarësi që është prap koha për t'i dekodu, na ka tregu që në të parë nuk është një revolucion i cili nuk e ka çfarë don, dhe nuk është një revolucion i cili ka rreziqe të post-revolucionit. Çfarë duhet të them me këtë? Ka qartësi, dhe kjo është bërë në dytë të tretë për mua, që e kam ndjekur që në fillim, ka qartësi që duan sa të parat në kësale që duket, janë njerëz që kërkojnë rikthimin e së drejtës ose të drejtën. Pra kërkojnë ndalimin e abuzimit prej shtetit dhe disa e kanë vënë emrin që i thonë regjimit të padrejt ose oligarkik. Kjo është, si më thënë, qëndrimi im që pavarësisht nëse e quajmë oligarkik, që unë jam për një, që mendoj që ka tipart oligarkike të plota, apo të padrejt, njerëzit kanë bërë konsensus që duhet ndaloj, duhet stopoj kjo padrejtësi. Pra, shteti nuk mund të jetë dispozicion dhe ushtrues dhe përkrahës i së padrejtës. Pra revolucion, çfarë revolucioni? Është revolucion për të konstituar atë që kemi dashur për 35 vite. Pra, të gjitha këto nuk është një lëvizje, pavarësisht është shumë plurale, ka shumë grupe të ndryshme, sociale, religjioze, politike, njerëz të paangazhuar publikisht me qytetarë që duan eksaktësisht të kthejnë idenë e që ky vend na përket. Pa nëse është një revolucion dhe ideja është mu rikthy të përkatësia, pa nuk mos mund jetë huaj në vendin e vet. Midis kërkesave të protestuesve, domethënë ajo më qendrore ose që bie më shumë në sy është kërkesa për dorëheqjen e kryeministrit. Nuk e di si e shihni këtë, domethënë është kërkesa për dorëheqjen e tij një synim politik objektiv apo është më tepër shprehje e humbjes së besimit tek sistemi, pra që sistemi që prodhoi këtë problem nuk është më në gjendje që ta korrigjojë atë. Mendoj ka disa arsye, e para është që është gjetur personi që po e tërheq më shumë këtë sistem. Pra ushqyesi i këtij regjimi ose thosh dhe përfituesi drejt për drejt i këtij pushteti është zoti Rama. Dhe njerëzit kanë vënë emër. Pra nuk është thjesht kryeministri i vendit, po si thosh është njeriu i cili kërkon të maksimizojë pushtetin vetëm pikë pari, me mënyrën se si bën marrëveshjet, përfshi zënesin dhe
Sezanin. Pra, ajo që është çështja e klientelizmit politik, kur qeveria vend dispozicion asetet publike, pasurinë publike me prioritet të fortin, oligarkun, dhe jo komunitetet apo shoqërinë. Çfarë tregon këtë? Dhe po do kthehem tek objektiviteti ose jo. Fakti që vetë kryeministri thotë ta bëjmë investimin, pastaj shkon në gjykatë, çfarë po thua? Ti e din që në gjykatë sa vite duhen, sa vite jetë duhen, sa pak mundësi ka komunitetet varfra ta fitojnë çështjen. Si mundet shtetet marrin këtë lloj pas 13 vitesh pushtet, ai ka pas mundësi që gjithë licitacionin për pronën, sidomos në zona specifike ta kishte zgjedhur dhe ka qenë premtim elektoral. Që ai do t'i pajisë me titull pronësie fshatit, sidomos fshatit. Ka qenë premtim i fushatës së parë dhe rimarr në fushatën e dytë dhe është e shkruar. Edhe për zonat e mbrojtura ka qenë premtim që është thyer shumë shpejt. Edhe për Lumet ka qenë premtim që nuk është mbajtur. Tani ky është i njëjti kryeminist për 13 vitesh dhe nuk i ka dot komoditetin të thotë që unë nuk kam përfituar për këtij shkëmbimi me klientelën që ka krijuar vetë. Që klientelë të krijuar me licitacion. Kështu që njerëzit kanë shumë qartë që të fillojnë plasëritja e këtij sistemi, duhet ndërheqja e kryeministit aktual. Pra, është revolucionare në funksion të shndrimit më të thellë, se nuk ndodh revolucioni pse jep ndërheqjen e kryeministit, se njerëzit nuk kanë këtë bindje që ra Rama dhe u ndryshu sistemi, por kërkojnë që të japin ndërheqje edhe si dëshmi për të thënë që ne e dim kush është përtej kësaj. Dhe mendoj personalisht, unë e di që nuk ka ne pesh kjo që them, por po ta kishte lexuar shpejt Rama këtë gjë, mënyra më e mirë ka qenë ndërheqja sa më shpejt, sepse vetëm pavarësisht se ka një teknikën e përballjes dhe përçmimit të asaj që po ndodh dhe mos një mohimit me atë për cilën po përballet, prestigji moral dhe social që ka protesta është shumë herë më i lartë, shumë fish më i lartë se sa është pjesëmarrja, cila është e lartë. Nuk e di pse nuk e ka bërë këtë, kjo është një çështje që duhet analizohet në të ardhmen, por për mua, ai si kryeminist ka humbur legitimitetin thellësisht përballë kësaj qytetarie, sjellje dhe ofertave, ose si thua, revoltes dhe diversitetet që kanë sjell njerëzit në shesh. Pra, diversiteti në kuptimin që aty vërtet dominon rinia, por është një pakt social që dëshmohet përkundrejt 35 viteve që njerëzit konsiderojnë të padrejta, të padenja. Pra, ky është karakteri tjetër revolucionar, nuk është apolitik, është mbi politik madje, politik plus, është social. Është të ideja shoqërisë, shoqëria jonë do një pak të ri. Domethënë kemi eksperiencë për t'ju matur 35 vite, ju kemi pa në pushtet, ju kemi vëzhguar, jemi përpjek si shoqëri, jemi manipulu, jemi nënshtru, kemi ikur, kemi emigru, okay. Tani 35 vite do të ripaktojmë këtë vend. Dhe kjo është kërkesa tjetër, dhe prapë kthehemi te ajo që thash më parë. Nuk mund ta etiketosh si një revolucion i cili ka inat dhe ka target dikë, kështu si thuash, rebelim të tipit anti-europian apo anti-amerikan ose është shumë pro idesë demokracisë liberale, demokracisë, shtetit të drejtës, por që nuk i thojnë më se dhe këta si termi revolucion janë shpërdoruar si terme. I thojnë më pak, i thojnë njerëzit, po i thojnë më pak, sepse duan ta kenë si eksperiencë, nuk duan ta kenë më si referencë të jashtme. Ndërkohë një nga sloganet kryesore të protestës që nga fillimi i saj ka qenë Shqipëria nuk është në shitje. A është mjaftueshëm i gjerë për t'i bashkuar, domethënë njerëz kaq të ndryshëm nga njëri tjetri me bindje politike të ndryshme, besime të ndryshme, interesa të ndryshme. Domethënë a është mjaftueshëm i gjerë për t'i bashkuar të gjithë dhe njëkohësisht mos është më i gjerë se ç'duhet për t'i dhënë protestës një program të qartë? Është inspiruar të ky fakt, domethënë dhe disa njerëz, disa analistë dhe kombëtar të rangut, domethënë e kanë keq përdorur për të thënë që si më thon, ky slogan ka si qëllim me blloku investimet dhe kundër të huajve. Jo, nuk është kështu. Ka marrë spunte për Zvrenecit, si thuash, ti nuk mund ta shesësh pa pyetur dhe pa na përfshi fare. Ky është se dhe kjo do bëhet shumë debat për termat. Sa aty ka dhe terma të tjerë që duken nganjëherë radikal, po ideja është për të bërë një vit qartë që nëse ja hyn qoftë dhe Sezanit, ishujt
e pabanuar janë territoret ndër më inspiruesit për jurisprudencën e shteteve pushtues, por nuk do ndalemi sot, do flasim në herë tjetër ndoshta. E megjithatë, për Sazani duket në pamje të parë ishulli i pabanuar, sepse është pabanuar për njerëzve aktualisht, por nuk është pabanesë kujtese sociale dhe prestigje për këtë shoqëri, po marrim Sazanin, dhe nuk është i pamundur për të banuar nëse shteti ynë do investonte dërgimin e ujit të pijshëm atje. Okay? Pra, po them këtë, janë dy modele të zhvillimit ekonomik. Një model është që ti vazhdo me mitin e viteve 90, se po nuk patëm investitor të huaj, ne nuk zhvillohemi si ekonomi. Okej, njerëzit përgjithsisht këtë e pranojnë, vazhdon të jetë një besim social, në rregull. Por fakt kritika ku i thuhet nuk është se është rimar konceptet të shitjes të viteve 97 me radhë, që janë slogane me histori tjetër, po i thuhet kryeministrit dhe elitës politike që nuk është një vend që ti mund të japësh kujt duash dhe do kthehen prap tek ideja e ligjit. Do të thonë ideja është se s'ke zbatuar, ore nuk kemi asnjë gjë transparente që ka ndodhur në rastin e Zvërnecit. Dhe është shtuar intensitetet që mos me tregu shoqërisë pse jam duke ndjekur këtë model, dhe pasi ndodh revolte është bën një farë përpjekje me thonë që kjo është e rëndësishme se janë kaq para etj. Por që prapë është shumë e pakët. Prapë është ofenduese, por përtej kësaj unë e shoh e lexoj kështu dhe unë jam aty. Ky është njerëz, nuk është se thjesht e shoh nga larg. Se ajo që më ka bërë shumë mirë dhe nëse nuk e dija doja dalë të shkruaj siç duhet, po i dëshmitar i mirë i kësaj jam, i kësaj që kam përjetuar vetë çdo ditë në mashim dhe në biseda me njerëzit. Se dhe bisedohet shumë, është i tillë si sjellje politike kolektive që njerëzit flasin me styre shumë lirshëm dhe nuk kanë droje më për të shprehë dhe frika dhe drojet dhe aspiratat. Dhe mundesh me fol shumë lehtë, për cilën kishte marrë pak madhe për të folë lirshëm publikisht, sepse në etnografinë që po ushtoja vitet e fundit edhe në përfshatra, njerëzit kishin frikë. Dhe në qytet kishin frikë për të folur tashmë për aspirata politike të tjera, sepse ndiheshin të survejuar ose të kontrolluar ose diçka aty si hije e ndëshkimit ishte. Në fakt kjo më çon tek një ide që më tërhoqi, do të thënë po lexoj një artikull mbi protestën tek peizazhet e fjalës, artikulli titullohet Shqipëria Mon Amour, ku autorja shkruan se si për 30 vjet, do të thënë shqiptari është përshkruar gjithmonë si qenie private, klienteliste, tribale, dhe kjo protest po na ndihmon në një farë mënyrë edhe për të njohur sërish me njëri tjetrin, për të njohur mes veti e shkruan ajo. Nuk e di në qoftë se e shihni dhe ju këtë protestë një moment kur shqiptarët po e tejkalojnë këtë figurën e individit të vogël dhe po zbulojnë veten si komunitet politik. Pak a shumë ky ka qenë edhe vështrimi im ditë e parë dhe vazhdoj ta kem, që është një rizbulim, sidomos përkundrejt një kulture edhe intelektuale të mohimit të këtij kapaciteti të shqiptarëve. Pra, u kam prej kohësh i bi dy koncepteve. Qëllimisht i kam përdorur koncepte shqiptare, ka një farë referencë në literaturë, po ashtu, siç është mohimi dhe kotësimi. Ne kemi qenë regjimin e mohimit të kapacitetit tonë, i cili është promovuar s'pari për një perspektive të gabuar dhe kemi folur edhe herën e parë, intelektualet shqiptarë shpeshherë dhe të huaj pastaj secili për arsye të vetat, për t'i dhënë një pozicion vetes, si thua, është ditur në shoqëri, ka gjetë shumë shpejt fajin tek shoqëria. Dhe është përballë më pak me elitën politike. Elita politike ka përvetësuar lehtësisht këtë qëndrim që shoqëria është e mençur vetëm kur i voton ata, dhe nëse ndodhe kundërta është forcë opozitare ose forcë politike pa kuptuar ende mirë. Dhe përveç kësaj, ti kthehemi referencës që ju nuk e kam lexuar, por më tingëllon tezat ftuese. Në 30 vite ne kemi pas një përpjekje drejt privates dhe kjo nuk duhet harruar, se është një edhe pikë these kjo që po ndodh. Pra 30 vite jo rastësisht shkum drejt privates, e para se ishim e zëvëruar dhe te ngop me kolektive, por dhe që u sponsorizu shumë ideja prej shtetit, idesë si private, si kultit të privates. Që zbulu pas 35 vitesh, përveç kësaj qenies politike private të fragmentuar dhe në ikje, të kesh përdorur ose të partitizume, klienteliste,
është se zbuluam që për shkak të këtij dedikimi as se kemi siguru dot privatën tonë plotësisht, sepse pothuajse gjithë titujt e pronësisë po marr më treguesi më material dhe abstrakt të privatësisë tonë, nuk janë të sigurt, sepse shteti ka dhënë drejt vetes në çdo rast të ri negociojë si të paplota. Dhe për këtë mund të flasim gjëra gjatë, por në eksperjenca jetësore njerëzit të gjithë të tregojnë që nga biznesi tek shtëpia, por po aq është pa konsideruar për asetet publike. Dhe ky është një pikë takim. Pra, jemi piktakuar te fakti, nëse do marrim referencë pra pronësinë, vitet 20-30 janë një përpjekje për me kriju titull të pronësisë modern të shtetit, që ka nisë me Tanzimatin. Vitet socialistë janë regjim anti-privat, prona private shpallet si mëkati origjinar, dhe rikthimi një shoqërie tek privatja ka lidhje të forta përveç lidhjeve kulturale që kemi, edhe faktin historik të përjetimit të kolektivizimit të dhunshëm shtetëror dhe gjithë eksperienca negative që vjen prej totalitarizmit. Dhe është ky celebrim i shoqërisë është gëzimi më i madh që njerëzit kanë ndjerë, dhe prandaj thash në ndër tjera që nuk është çështje vetëm e zbulimit të polisit, pra politikës, por është zbulimi i shoqërisë, i socios. Ne kemi fjalë të mirë edhe koncept që e kemi përdor keqas edhe këtë si shok dhe shoqe gjatë socializmit, por që i paraprin, që është koncepti i shokut, që vjen prej njëjtës rrënjë që është shoqëria në socios ose latinisht. Çfarë duhet të them me këtë? Kënaqësia me pas tjetrin krah. Ajo çfarë po ndodh këtu ditë dhe është po prap e ka aspektin edhe të rikthimit dhe të shkputjes që e mbartë revolucioni, pra edhe të rikthimit kuptimin klasik, bërjes ciklit të rikthimit ku ishim, por edhe të shkputjes kemi një periudhë që është koncept më modern, të shkputjes për asaj që ishim, është rikthimi tek njeriu që ke në krah. Dhe për mua të dyja këto lëvizje janë, si thuaç, rikalkulim ku kemi çeduar si shoqëri. Pra, socializimin e kemi përvu dhe kemi tepruar me socializmin e qumë në totalitarizëm, u pyetëm apo jo, është fakt historik dhe kemi eksperiencë, dhe braktisjen e qytetit ose që u detyruam, se është ky element tjetër. Partitë u zaptuan në Shqipëri. Nuk është se u pyetëm. Gradualisht u zaptuan dhe u bë e vështirë karriera brenda partive politike dhe u bë e pa modës më. Pra nuk është më e trendit të ishën politik. Politika u pa gradualisht si antipolitik. Pra në sensin që po të qesë merresh me politik, do ishe gënjeshtar, do ishe një njeri pa prestigj, do detyrohesh dhe po të ishe sado i mirë që të ishe do detyrohesh, dhe kjo ishte humbje e madhe për shoqërinë tonë që të marrit me politik filloi u pa si diçka që nuk është civile, nuk është e duhur. Tani kjo është këto 12-13 ditë janë celebrimit dhe i kësaj. Janë celebrimi i rikthimit tek vetja, janë një farë celebrimi i shoqërisë dhe është aspirat për me ndryshu. A do t'ja dalim, do t'a shohim gradualisht, kemi si obligim për me besu, se thosh. Një nga gjërat që më shqetëson deri diku në lidhje me protestën është se nuk ka një ofertë politike, dhe ne po flisnim pak edhe para se të fillonim regjistrimin, po më thoshe që kishe një këndvështrim komplet tjetër nga kjo. Nuk e di nëse mund ta shpjegosh edhe një herë. Shiko, kërkesa kryesore që kanë njerëzit është, kur e thoni individualisht, jashtë sheshit, është që po mirë çfarë vjen mbrapa. A do dalë një forcë politike, për sa do dalë një grup, a do dalim kërkesa me të qarta. Deri tani kërkesat kanë evoluar, ato që thash është ideja e ndërheqjes së kryeministrit, ndryshimi i ligjit për zonat e mbrojtura, ndryshimi i ligjit për investime strategjike dhe ndryshimi i ligjit në ato pika që duhet për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore, të cilat duken ligje, si thuaç, periferike, por janë fakt goditet në mes sistemi klientelist që është ndërtu bazuar dhe në ligj, se kjo është edhe tjetër gjë, se njerëzit kërkojnë rikthimin e ligjit të drejtë. Megjithatë, për me fol për një
aspirat që ka një revolucion ose ka shoqëria shqiptare edhe kaq të është e mjaftueshme. Ata që kanë tezën që ne jemi në fundin e tranzicionit dhe po shpallemi, po shkojmë në demokraci, unë e kuptoj si teza dashamire dhe aspirative, po ne do hymë në tranzicion tjetër. Për të kaluar në demokraci reale, demokratike, shtetës drejtës e tjerë, duhen energji konstante. Duhet të ushqy, jo vetëm kjo, nëse ne dalim për ta quajtur revolucion deri në fund, është mbajtja e këtyre parimeve për ta shndruar shoqërinë vërtet, sidomos rikthimin e shtetit si të përbashkët. Ky është themeli. Pra, shteti nuk është diçka që i përket dikujt në mënyrë absolute dhe përdoret si kamgjik për ne. Atëherë, vinë të protesta konkretisht. Po ta keni parasysh, vërejtja tjetër është që pse nuk del një grup përfaqësues dhe të flasin. Puna është se Rama e ka bërë qartë, kush e ka ndjek fjalimet e para, kanë qenë fjalimet më domethënëse. Ndër tjera, Rama ka thënë para se me vazhdu këtë lojën që filloi me figura, duke bë gjeste, ofendime, bullizim, s'po hym kësaj. Ka thënë që unë këtë film e kam parë, dhe shqiptarët e kanë parë këtë film. Pra që do thush, protesta për të është një përsëritje protestave të zakonshme që do bëjnë të njëjtën cikël. Pra nëse filmi ka përfundim tragjik do jetë. Nëse ka përfundim të lumtur do ketë. Pra nuk do ketë gjë të re, sepse ai nuk do ndryshojë mendim. Pra, ka thënë do vazhdojnë investimet, do vazhdojnë qeverisjen. Nëse do dilte një përfaqësi, nuk e di a do dalin apo jo, se këtë nuk e kam mundësinë ta interpretoj, as kam informacion, a do dalin deri në fund. Por unë po jap mendimin tim. Nëse do dilte një përfaqësi e mandatume, pyetja është si, prej kujt. Kush e jep këtë përfaqësi? Aty sheshi është jashtëzakonisht divers. Dhe çdo ditë mbushet dhe çdo ditë ndryshon kush e njeh rrjedhën, njerëzit vinë e ikin. Tjerë janë në fillim, pastaj kalojnë vjen një grup tjetër, pastaj një grup tjetër rrin një pjesë, po ta përdorim si metaforë, është pak a shumë si ujit në lagun. Është metaforë që e kam hazu për i tjerëve faktikisht gjatë bisedave. Kush do të dalin, në emër të kujt dhe si do organizohet kjo? Do bëhet një asamble, do futen 100.000 njerëz, kjo është pyetja e parë teknike, procedurale. Edhe nuk ka nisë me një grup nismetarë të tipit që ai ka shpall grupi pikat, ose si thua kushtetutën e revolucionit, dhe mbi këtë u bashku njerëzit, do kishte legitimitet të avanconte. Pra, kjo është nga ana e pamundësisë sociale të ndërtimit të kësaj, duke nervizuar që nuk mohoj që dikush mund t'i gjen njerëzit pikat që unë nuk i kam ende informacionin që ta bëjnë këtë. Nga ana tjetër, pse mendoj që është shumë e mençur, pavarësisht se kjo që po ndodh këto ditë është dhe një moment i mirë për mua të paktën për të rishikuar shumë teza teorike. Të mijat, po ashtu. Kam menduar gjithmonë që gjithmonë shoqërisë duhet një leadership. Dhe nuk është kusht social, jo kam menduar që është kusht social i pa evitueshëm. Ndoshta leadershipi ekziston, po është një leadership simbolik, si thua, që është duke ushtruar gjithë këtë koordinime me radhë. Por është mirë që nuk e ka, sepse po ta kishte përballë këtë grup Rama dhe media Ramës, do ta demonizonte. Shumë shpejt. Si do ta demonizonte? Dhe si përpiqet ta demonizojnë ato grupe që i krijojnë vetë media si grup përfaqësie, është me këtë teknikën e armiqve. Pra përdor gjithë arsenalin e teorive konspirative bashkëkohore, plus arsenalin e Partisë Punës, plus arsenalin që të ofron ideja e shtetit dhe rrezikut përbashkët, dhe rreshtohen njerëzit stigmatizohen. Duke quajtur armiku i tij, punojnë për këtë, punojnë për atë, dhe e kanë gati këtë platformë. Dhe vetvetishëm kjo rezistencë, ky mur shtetëror i këtij shteti të zaptuar, i ka kriju kushtin social kësaj proteste që të mos dalin me negociator konkret. Por edhe në krahun tjetër është presioni për gjithë njerëzit që marrin pjesë. Është konsensusi i atyre që janë në shesh çdo ditë që mos shkonin biseda për këtë. Kushti është i panegociueshëm që Rama të japë ndërheqje. Sigurisht, ka një disavor shumë të madh dhe do ta them për hir të kredos antropologjike të teorisë. Përballja është e tillë. Është një shesh shumë divers dhe qytetarë të lirë, me grupe politike, gjitha grupet e mundshme sociale. Në krahun tjetër kemi partinë pushtet që ka eksperiencë më të gjatë për të përçarë tjerët. Dhe për të marrë monopolin e shtetëror të qeverimit. Dhe kjo parti është në pushtet.
që është Partia Socialiste. Partia Socialiste vërtet feston 35 vjetorin, që ka dëshirë ta quajë 35 vjetorin, shumë e vjetër. Parti shumë e hershme, dhe është parti kryesisht mbi parime ushtarake, mbi parime lufte. Se ashtu është konceptu si parti staliniste që ka artin e luftës si kryesor. Edhe po ta shikojsh edhe se thush zhargonin e më pashëm është kuadri, ushtaraku, tjerë janë qendror lufta, armiku i bën shumë jashtë, janë zhargon dhe parime të bëshme. Pra, ajo si forcë politike e ka këtë trashëgimi. Dhe ky kryeminist po i lund gjitha kartët për këtë. Dhe kjo është përballë mes një strukture shumë monolite, e cila me sa shoh unë, dhe sa shoh sidomos të nervoziteti i kryeministrit, është shkriftuar goxha nga gjenerata e re, e cila ndoshta nis më parë, po si më thon, nuk është bindur këtij rrështimit. Sepse si mund të jetë një parti socialiste e cila nuk njeh asnjë princip të pasurisë publike. Është e vërtetë. Do të thënë është goditje drejtë në zemrën të parimeve socialiste. Jo se këtë Partia Socialiste nuk e kishte dëshmuar përpara, po tani si më thënë e bëri ashiqare rasti i fundit. Dhe do ta shohim si përballje, por shohim një përballje po ta kthejmë te fusha e ligjit, është shoqëria që i referohet të së drejtës dhe idesë së drejtës për të rikthyer demokracia dhe të ligji i drejtë dhe forcës dhe kontrollet në krahun tjetër dhe uzurpimit shtetit nga partia kryesore. Se si do shkojë kjo përplasje, kjo është çështje tjetër, por hë për mua taktikisht është më e mençur kjo përballje që po ndodh, sepse ka qartësu qëndrimet. A ka një lloj rreziku që do të thënë duke qenë protesta kaq diverse dhe kaq, do të thënë pa patur një grup përfaqësues, sigurisht i jep mundësinë që të mos kapet, po themi, nga pushteti, po nga ana tjetër, nuk e di, ekziston rreziku që të infiltrohet jo vetëm nga partia në pushtet në qeverisje, po edhe nga partia tjetër tradicionale e opozitës. Është tentuar paktën prej partisë socialiste dhe prej mediave që përkrajnë establishmentin. Të dyja fillimisht, pastaj Partia Demokratike në shoj kurs, duke dalë pro protestës, por duke mos pranuar që aty është lëvizja është anti-establishment, pra moderoi pak qëndrimin, por përpjeket për ta zaptuar lëvizjen, sa kuptoj unë, po ekzistojnë, sidomos më të interesumit për me zaptu, kuptohet që është partia për ta zaptuar. Partia Socialiste ka interes për ta copëzuar dhe për ta bërë qesharake. Gjë cilën e ka humbur si mundësi, ka ndodhur anasjelltas. Dhe ky është momenti dy për mua. Dy treguesit kryesorë që një regjim është në kolaps, është kur mesazhi i folësit kryesor të asaj partie të qeverisë bëhet qesharak, dhe gjuha dhe sforcimi, pra njerëzit qeshin tashmë nuk e shohin më seriozisht, dhe kur gjuha mbushet me armiq, do të thotë se është fundi diskursiv. Aty e mbrapa është kontrolli, që është e forcës së sa ka në dispozicion shteti dhe abuziviteti. A në krahun tjetër, thash, ka dhe shoh shumë përpjekje në postime, në media, në qarkullim të informacionit, për të kriju grupe armiqësore brenda, që është qëllimi për ta përqaur dhe për ta përdorur këtë pikën e dobët, që vjen prej diversitetit, por duke qenë se ka një koshiencë kolektive që kemi dështu gjithmonë për të qenë bashkë në momente kyçe, që është kjo koshiencë që mund të kthehet në pozitivitet, por përgjithsisht kolektivisht e kemi idenë që jemi kritikuar për të fragmentuar, për njerëz që nuk kemi kohezion në qëllimet politike, është kjo vetdije që shpërndahet ose pikë takot, është tjetër vetdije në shesh, që vazhdojnë presionin që mos u përçanin. Një nga tre fjalimet kryesore që dalin njerëzit spontanisht, lutja në fund është mos u përçani dhe qëndroni. Çfarë ka ndodhur deri tani? Deri tani gati 2 javë, është e jashtëzakonshme për ne, shoqërinë tonë, se do të matemi me kutin tonë, të vazhdojmë 2 javë rezistencë dhe deri 4-5 orë. Kjo është e jashtëzakonshme për ne. Njerëzit në histori, shoqëri tjera kanë. Ne nuk kemi raste të tilla. Edhe rastin e protestave studentëve që është lavdishme
reagimi, është transformative në kujtesën tonë kolektive që ka ndodhur vitet 90, 91, 92, kanë qenë 2 vite që kanë bërë shumë ngjarje bashkë dhe sigurisht kanë pas bëjmë regjim totalitar. Por të kesh 2 javë protesta dhe të ketë dëshirë që njerëzit të vazhdojnë ditë e para për shembull, unë kam pritur që pas 1 orë gjys 2 Dhe ikim. Sepse filloi kjo thirrja nesër më shumë. Dhe mendova, si më thënë, një përcjellje nesër më shumë u kry, po e mbyllim sonte. Nuk largoheshin njerëzit. Dhe u vazhdu 3 orë ditën e dytë. Pas 3 orë, 4 orë, të rinjt u shkputën dhe bën xhirën vetë në mënyrë të lirë. Pra, ata janë vetë organizu, bën xhirën e parë në qytet. pa. Duke thirrë gjithë qytetin nesër më shumë. Dhe ju bashkova. Isha bashkë me minister, ju bashkuan. Konstatimi që nga ora 10:30 kjo bisedë, që konstatohet është që takon rrugët, bllokoheshin rrugët dhe ishin përballë makinave, është trafik. Asnjë person deri më sot nuk ka reaguar kundër. Që të shpreh bezdi. Dhe këtu është shef forcën e lëvizjes nga ana sociale. Unë kam qenë i befasuar dhe po them të fundit. Po atë natë ka rënë shi, një shtrëngat shi. Me besoni që kanë ikë shumë pak ose as pak janë rikthyer të lagur. Të 9 kaçet është mbyllur përballë Bar Europës. Aty është mbyllur nata e parë këtij marshimit të dytë të rinjve dhe ishte hera e parë që unë kam marrë pjesë në protesta në shoqërinë tonë, që njerëzit janë pa përgatitur se do të ketë shtrëngat, nuk kanë as çadër as gjë me vete dhe rrinë në shi. Kuptohet që shi vere, nuk është një por në Shqipëri nga një rig shi, vera apo pranvera, bezdiseshin, nuk e shikonin të rëndësishme me qëndru. Aty ti e konstaton energjinë që ka dhe të dyja dhe përkrajën sociale që ka. Dhe vazhdon sot. Njerëzit dalin në qytet, bëjnë xhirë, mbrëmë kanë bërë rreth unazës madhe, po 3 hektare të tjerë, se s'po themi, e ndryshojnë sipas si e shikojnë ata të arsyeshëm. Njerëzit nuk shprehen kundër, përkundazi ndalojnë se shumë kush për shembull nga jashtë nuk e kupton që rënia buriste tek ne është përshëndetje për mirë në këtë rast. Nuk është ose dhënia e motorëve është suportive, është në mbështetje, por nuk mjafton vetëm me kaq, përveç që japin me shikim, si thosh mbështetje me shikim, japin edhe duart rrugitje. Edhe të gjitha këto më thënë janë forcë energji sociale që po i thot protestës që të vazhdojnë. Përkundrejt asaj që kërkon ta copëzojnë ose ta trajtojnë si të rastishme. Këto nuk kemi të bëjmë, më ka dalë përtej asaj që është e zakonshme për ne. Me që jemi tek të rinj, do të thënë protesta është përshkruar si proteste gjeneratës Z, e brezit Z. Dhe është një brez që shpesh etiketohet si i palexuar, më pak i arsimuar, shumë individualist, se jeton online, i rritur nga algoritmi. Megjithatë, po bëhen 2 javë që janë këta të rinj që po e mbajnë gjallë protestën dhe nuk e di si e shihni këtë kontradikt, domethënë midis etiketimit të tyre si të paditur, të paarsimuar, individualist, e njëkohësisht kaq të ndërgjegjshëm për shoqërinë dhe për politikën dhe kaq rezistent. Ka pas dhe ka vazhdimisht kritika për këtë brez. Ka dhe shembuj që i kemi parë në disa vende që kjo brezni solli ndryshime ose u përshfaq. Në rastin ton, ne nuk kemi pas besim as te ky brez, përfshir sidomos për faktin që është i përfshirë shumë online dhe disi shkëputur pra jeta sociale që jemi mësuar ta quajmë në jetë sociale, pra prania fizike dhe për drejt leximet klasike. Dhe siç thamë më përpara, nuk kemi pas besim as te shoqëria jonë. Kemi thënë që shoqëri që është kthy privates, personales dhe e mundu gjithmonë ta ruaj brenda vetes idenë që ka shoqëri dhe këtu njerëzit nuk po i jepet rasti, se ka qenë kjo kritikë që këtu nuk ka elit legjitime që po i bën dot bashkë. Po mungon genuinja politike që njerëzit bëhen bashkë, pastaj vjen te kritika, po pse s'bëhen njerëzit bashkë. Tani vim të rinjtë e sotshëm. Të rinjtë e sotshëm kanë mund të flasim shumë kritika për to, po kanë disa avantazhe që duhet i pranojmë. Kam qenë gjithmonë ides që mos t'i romantizojmë kultin e të rinjve, por as ta romantizojmë
këtë kultin klasik të dijes që qëndron të njerëzit me përvojë apo me ka tradita si përvoja vetme e dijes. Çfarë duhet të them me këtë është se ky brez ka disa forma krahasimi dhe vëzhgimi të botës ekstra. Pra, përveç kujtesës familjare që kanë pa prind të tyre, konteksti nganjëherë është mbret. Pra, i përkas një bote globale që kanë disa karakteristika të përbashkëta globale, po kanë disa përvoja krejt të tyre personale, që do thotë se kolektive kombëtare, jo përveç personale. Cila është përvoja e tyre kolektive që prind të tyre mund ta mbyllin si një brez që nuk ja doli dot të përballet ta bëjnë shoqërinë shqiptare, shoqëri demokratike. Besoj që ky është dialog në shtëpi dhe kjo është edhe një arsye të shkputjes. Për së dyti herë të brezave që brezi i ri tanishëm është i pakënaqur çka kanë arritur prind të tyre. Është një revolt edhe antiprindërore dhe këtu është një forcë shumë e madhe e këtij brezi që më thënë ka një bast me veten për të dëshmuar edhe brenda rrethit vet që ne si brezi jemi ndryshe nga ju. Po ashtu këta kanë krahasimin e kanë global. Kuptot, universi është i shumëfisht që vëzhgojnë këta, po kanë një vëzhgim global. Kanë dhe vëzhgim që kanë udhëtuar shumë me prindrit krahasues, shoqëria jonë është migratore dhe ka pas eksperjenca migratore jashtë. Kanë vështrimin krahasues me botën, jo vetëm krahasues në literaturë apo nëpërmjet televizionit, po krahasues nëpërmjet eksperiencës të qenurit të fëmijë në ato vende. Pra kanë hyrë sistem arsimore, kanë ndje veten fëmijë emigranti ose të trajtuar mirë ose keq, dhe kanë eksperiencë të vëzhgimit dhe eksperjenca e vëzhgimit botës tjetër. Si fëmijë është vëzhgim tjetër, mendoj dhe jep energji tjetër. Nëse do kërkonim një pikë takimi të gjithë kësaj që kërkojnë përveç shtetit të drejtës, kërkesa që i bashkojnë gjithë njerëzit bashkë është që nuk mund të jemi të huaj në vendin tonë, më të huaj se sa në vendet tjera. Dhe këtë i mshojnë, ky brez i mshojnë jashtëzakonisht shumë. Se ka përvojë që po përballet tani është duke hyrë si thua në idenë për të pas shtëpinë e vet, punën, dhe e shohin që barrierat për të hyrë këtu në punë, për të marrë shërbime në spitalin, në administratë, për të ndërtuar një biznes, edhe për të vazhduar këtu është më vështirë se sa prej nga ku janë kthyer apo se ku mund shkojnë disa muaj apo se ikin si emigrant. Dhe këtë e kam ndjek sidomos përveç se në shesh është shumë e pranishme kur flasim, sidomos te vajzat, dhe këtu nëse ka diçka tjetër për të nënvizuar jashtëzakonisht, është fantastik, është jashtëzakonisht, është shumë e vërtetë dhe shumë e plotë, është reagimi i vajzave në çdo aspekt, në kreativitet, në revolt, në prani, se sheshi i Tiranës s'ka pas kurrë në asnjë rast mbështetje për intelektualëve si këtë radhë, po flas për 90-nishit. Pavarësisht se nuk kanë rënë sy të diasporës dhe të medias ndërkombëtare. Kam ndjek fjalimet e diasporës dhe konstatoj ku kanë folë të rinjt atje, sidomos të rinjt. Revolta është jashtëzakonshme dhe ideja se ç'është kjo që unë ndjehem shumë e huaj atje se sa kur vi këtu. Ose ishte një parull dhe një djalë që e pash dje, jam shumë i ri për të pas mall, ju ndërtoni kulla, nëse miqtë mi ikin. Pra është ky kompleksitet që ka kriju subjektivitetin dhe ky moment dyjavor që sheshi, ata kanë pas një fushë sociale të ushtrimit të kreativitetit tyre, shpalose subjektivitetit tyre politik dhe kanë sfidu këdo për rreth për ta rimarrë këtë energji. Dhe i ka dhënë prestigj lart social kësaj. Edhe ne ka futur në mendim, se me thënë, ky brez që kemi pa indiferent të shkputur për kësaj bote, nuk që ka fare shkputur për kësaj bote, por shumica aty nëse shumë për tyre, minimalisht se kush i di numrat, ndihen jashtëzakonisht mirë në qëndrimin politik që po mbajnë për një rikthim të dinjitetit, sepse ideja po mund ndje mirë në shtëpinë tënde, ose mund ndje në shtëpinë tënde nuk është shoviniste, por është ideja që
unë respektohem me dinjitet. Pastaj kjo brez ka disa sensibilitete që brezi i politikës aktuale nuk i lexon dot. Për shembull kur tallet me sensibilitetin e mjedisit. Kjo është pikë kyçe që e shohin mjedisin dhe Rama mundu ta vënë lojë punën e Flamingos dhe impostimin që i bëri gjesteve të rinis, ose shumë të tjerë analistë që nuk e besojnë që këtu në Shqipëri janë gabim. Në Shqipëri ka dy kultura. Ka një kulturë e cila lufton fort dhe është kritike ndaj kulturës shqiptare që nuk respekton mjedisin, dhe po aq kritik ndaj shtetit. Dhe kjo është zhvillu ka kohë, po është shpalos shumë dekadën e fundit dhe është intensive. E tjetra është pastaj kombi tjetër, po përdor këtë termin e kombit të shekullit 19, ideja që një popull që ndihet i përjashtuar dhe një popull që është kthyer klientelist, është përballë shumë e fortë. Domethënë pragmatist dhe i vihet në dispozicion përfitimit imediat nga partia që është në pushtet. Dhe njerëzit kanë nevojë për këtë. Por për sensibilitetin të rinjt e kanë nevojë të dyja. Edhe këtë zvarritje ndaj pushtetit për të përfituar diçka që ju takon me ligj, ju duhet ta sigurojnë nëpërmjet një farë klientelizmi dhe servilizmi politik, dhe sensibilitetin ndër të tjera, sensibilitetin mjedisor. Nuk i duket agresiviteti që është në mjedisin në Shqipëri ushtrohet kryesisht prej shtetit. Kam dhe dy pyetje të fundit dhe nuk do të vonoj më shumë. Njërës ju përgjigje një pjesë të kësaj pyetje që do të bëj. Në lidhje me çfarë nuk kuptojnë aktorët e vjetër politik në lidhje me brezin e ri, kësaj ju përgjigje. Po jam kurioz se duket sikur aktorëve politik të vjetër dhe kryesisht qeverisë i ka dështuar dhe kjo lufta e madhe me PR-in ose dhe propagandën, nëse mund ta quajmë, për të qenë sa më të pranishëm online në rrjetet sociale. Nuk e di pse i ka dështuar kjo gjë. Qeveria është investuar aq shumë tek ajo, ndonjëherë më shumë se sa tek të bërit e punëve konkrete, dhe nuk i ka ecur me gjeneratën e re. Unë kam përdor gjatë pak shkrimeve që kam bërë, kam përdor konceptin e shtetit teatr, të frymëzuar nga Clifford Geertz, por pa hyrë gjatë në teori, po thjesht po rikujtoj ndoshta kam zënë gojë në bisedën e parë së bashku. Shteti teatr ka spektakle dhe spektakli është shteti. Rama dhe kjo qeveri e çoi spektaklin mediatik dhe në rrjetet sociale në nivel të ekzistencës së vetë shtetit, por një shteti teatror. Ku jetojmë ne, kishte një fjali lidhëse, edhe ne bëjmë gabime, por ja si po bëjmë. Gjithë të vizualitetin shtetëror që jemi mirë. Dhe një nga thyrjet më të mëdha që ndodhin në Zvërnec ishte thyrja e pikërisht e këtij teatri. Gjithë propaganda ra ose u plasërit, se nuk bie propaganda e shlet, u plasërit për kësaj. Dhe të rinjt, dhe ky brez, sigurisht nuk ka qenë aq frekuentues i medias tradicionale, por kanë qenë objekt i ndikimit, janë ndikuar për përdorimit intensiv që ka bërë shteti, qeveria, rrjeteve sociale, nuk ka qenë indiferent fare, përkundazi. Dhe ky zbulim pastaj është momenti kur njerëzit ta zbulojnë filmin, me që përdoj batutën e Ramës. Është filmi i parë, dhe kur ta zbulojnë gënjeshtrën, pra kur e zbulojnë gënjeshtra bëhet ashiqare, pastaj kthehesh në qesharak dhe ky brez këtu shkëlqen, dhe është rinia që shkëlqen në humor me të fortin, dhe është instrument që din të përdojnë shumë mirë memën, dhe prej atij momenti ka shpërthyer dhe kreativiteti për të. Pra ra gjithë ngrehina që po paraqitej shteti teatr i Ramës, pra në këto vite, dhe panorama që këto 13 vite ne vetëm po ecën përpara, edhe përkundajt eksperiencave personale, sepse njerëzit të rinj për shembull, Rama thoshte po bëjmë investime strategjike në jug, por investimet rritën çmimet për ne dhe shumë më pak të ardhurat. Pra, ta të rinjt ishin drejt për drejt, si më thënë, përfitues ose mos përfitues të kësaj situate. Dhe vim tek shteti teatr, më dhimbse termi teatr, se unë teatrin e dua shumë,
por duhet të them që teatrimi, që absurdit që u mundu që Rama ta mbante si një instrument që pavarësisht çfarë thonë njerëzit, prapë ne ecim përpara, bëjmë progres, erdhi moment ku u plasërit. Edhe doli që është thjesht lojë, ose shumë lojë dhe pak ndryshim krahasu anasjellës atë që mendonte që jepte propaganda, që ne bëjmë shumë punë, po bëjmë gabime, tani u zbulu që jo, ju bëni gabime vazhdimisht, ndonjëherë tek nuk bëni një gjë si duhet. Dhe kjo është përmbysja. Shoqëria që është duke e revoltuar tani që po aspiron për me sjellë ndryshime radikale të një niveli që me quajt pa droje revolucion për shoqërinë, për një shtet drejtës, është se ka zbuluar që shteti më shumë qeverisë nëpërmjet gabimeve dhe abuzimeve dhe i përfiton një klientelë se sa jep shoqërisë mbrapsht. Kërkesa është që shteti duhet jenë në dispozicion të shoqërisë dhe investimet sjelljet e shtetit publik, shërbime publike të rikthehen të jenë më konkrete, më reale dhe të dëshmojnë që shteti është në dispozicion ose të rishkryer shteti e shkriu që pavarësisht historive. Shteti i shtetit perceptohet, mendohet, dhe kemi luftu si autoritet e zvike pale, kemi shtet të shtetit që është në dispozicion të dignitetit të njeriu. Tani digniteti i njeriu jashtu dhe duhet ta kemi shumë parasysh kë digniteti çdo qenie që është natyra në ne. Dhe kjo sensibilitet mendoj që nuk duhet të na shkalu se ka dhe njerëz që nuk marrin pjesë protestë, por nuk janë përfaqësues të shtetit. Qeverisë që e shohin si ti dorës dytë. Unë e kam të vështirë që një shoqëri e drejtë është drejtë ndaj mjedisit. Kjo është propozimi im. Por nuk ka asgjë të keqe për punën e zezë të dimanin të dyja dhe është moment shumë fatlum për ne. Me që jemi edhe praktë intervjimit Bashkimi Evropian qoftë se për foqë si kërse e fund, që të rrirë të kryu me foqë sepse nuk ka investim dhe për këtë mund të kasë ekonomisë, mund të kasën dhe unë dhe shute tjerë në takime tjera, dhe pa investime strategjik si sa të ruash burime dhe verorë dhe të ruash atyren aq sa mundesh, sepse nuk është e detë për dhenet varfë si jonë kur të ruajtur shumë asete dhe lëshullika, dimensionet jetëseve, por në arkë, zëvënes, shumë pashe të cvete monike, nuk konë të ishin kushtesi asë, nuk konë diskutoshim si objekt, si vena ku mund bëhen investimet që shkatojnë biodiversitete, sepse nuk është e lenqë. Jo se është parësy estetikë, ose stabizit të iris, ose përdikum të ambientalist, nuk është strategjikisht e menqë për të armën e kësa shoqërie. Në kuptimin e ekzistencës tonë si komunitet se na duhet për shëndetin tonë, po dhe përfitimit ekonomik. Të përfitimit do vërë ndryshë, më përfituese sot, po të dishtë të përdorësh të resurse natyrore si duhet. Sidomos për turizme, po jo dhe. Një qopë se Rama në Berkiqe dhe pasene projekte me kanogova që vazhdojnë kë model dërimor dhe që e bështuar protesta. Se ka dëmësën disa njërës që thonë në televisione, në rrjetet sociale që protesta është këtuar edhe thjesht për shkarpën e pjesëmarrjes, dhe mëson që i tregoj shoqërisë që ka akoma njerëz të lirë që ngrilave që bëjnë rezistencë. Po të referohem me aspiratës që kanë vlet njerëzit, sigurisht do të ndihen dëshpërim. Pra do jetë për njerëzit do jetë dëshpëruese nëse nuk arrin rezultate tjera. Për mua, dhe nuk duhet të ndaloj këtu, po për mua do ishte shumë gabim nëse shikohet se dështimi. Tani kemi territor tjetër social edhe tjetër aspekt sociale dhe kemi zbuluar këtë ide së zbunimit vetes kolektive që tu potenciali ekziston. Do ishte nuk do ishte asfat i menqër politikisht, por nuk kemi shqetësuar nëse nuk e merr të këshill e dita politike aktuale, por nuk do ishte fare menqër politikisht nëse e çojmë të shoqëri dhe dëshpërive. Se pastaj nuk e dim se çfarë porcë realizën në ketë. Nuk është aspekt e mel. Por që ka arrit dhe tani kjo rezistencë revolt
e aspirat për revolucion është shumë. Që do thot, e para punës ka dëshmuar që këtu dhe jashtë njerëzit du të arishojmë se konceptojmë shoqërinë, se njerëzit janë të interesuar për zhvillim dhe njëkohësisht për integritet dhe dignitet njerëzor. Ka njohur shumë njëri tjetrin, sidomos të rinjt, ka ndalë për jojës virtuale, ka njohur kompletisht vetën. Nuk është mirë që një brez të ri ta fyesh e ta kthesh në shtëpi si punës, se ti je më i fortë sepse ke pushtetin në dorë. Kjo do ishte humbja më e madhe, por ata kanë fituar vetë, kanë fituar shumë grupe dhe jam i sigurt që do shpërtejnë për të ardhmen kreativitet politik dhe subjektivitet politik. Dhe ajo që e fundit është fitimi një subjektiviteti politik grupeve që da marrë pjesë dhe individ që kanë marrë pjesë në të do të kenë si një shenjë të tyre dhe si dëshli, si referencë, edhe ku kanë gabuar, do mësojnë shumë dhe kanë mësuar shumë, edhe si me artikulu të armën vetën politikisht, e të shfa, unë mendoj se potencialit që ka dëshmu prania, rezistenca, rikëthimit e politikë, shpesh rikëthim të politika për të rikëthy shoqërinë dhe individin me dignitet, është efekti kryesor. Po ty e pa në dorë Rama je pa përset dorëheqjen dhe një pikë. Sa po Rama ka rezistu, ka dëshmu rritje dhe Italia. Po do të shojmë sjellë, kjo nuk është një gjë lehtësisht e shqiptuar. Por në dy kohë dhe mbylla, në dy kohë, në to 2 javë, afërsisht 2 javë, njerëzit kanë fituar shumë çka. Dhe bekës, vetë asaj se si e shohim politikë dhe si politika sillet dhe si politika është sjellë dhe të mirën e tyre publike dhe private. Tani është pak këshillueshme ose e pa mençur për ata që janë në drejtim politike së vjetë, sidomos ata që janë pushtet, vazhdojmë me titin teknike dhe sjellje, por do ta shohim efektet edhe të kësaj. Botët janë çertësuar, kjo është efekti i parë që shkakton një revolucion. Qëtëson të shkullin me tashmen dhe të tashmen me të ardhmen. Kjo dhe qërësi është kjo. Shumë për ne t'ju podcastën dhe rësë. Ky podcast mbështetet nga Abi Bank.